Segmenti i përpunimit të mallrave me kontejner në portin e Durrësit ka shënuar një performancë pozitive gjatë periudhës janar-tetor 2025. Autoriteti Portual Durrës bën të ditur se janë rritur me 15% volumet e përpunimit të mallrave me kontejner, me 189.835 kontejner të trajtuara, ose 15% më shumë se një vit më parë. Ky tregues pasqyron intensifikimin e flukseve të mallra të kontejnerizuara dhe rritjen e eficiencës së zinxhirit të furnizimit. Po kështu kjo rritje shoqërohet edhe me një dinamik më të fortë tregtare, ku importet janë rritur me 14%, ndërsa eksportet janë ato që dominojnë me 16%, duke reflektuar një rritje progresive më solide në transportin ndërkombëtar të mallrave me kontejner, duke renditur kështu portin e Durrësit në një ndër nyjet më të konsoliduara logjistike në rajon. Porti i Durrësit është porti kryesor i Shqipërisë që vijon të luajë një rol të rëndësishëm në lehtësimin e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave, duke konfirmuar rëndësinë e tij strategjike në ekonominë e vendit. Ndërkohë, sipas autoritetit portual Durrës, në total janë përpunuar 1.745.776 ton mallra, duke regjistruar një rritje prej 2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit që lan pas. Porti i Durrësit vijon të mbetet nyja më e rëndësishme detare dhe logjistike e Shqipërisë, duke përmbushur me efikasitet kërkesat e tregut dhe duke garantuar standarde bashkëkohore në operacionet e tij. Tendenca pozitive konfirmon fuqizimin e rolit të portit në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në integrimin e tij në rrjetet rajonale dhe ndërkombëtare të transportit.